Zgjedhjet e jashtëzakonshme po afrojnë, partitë politike kanë filluar, siç e thamë edhe më herët, të bëjnë llogaritjet e tyre. Së fundmi, Partia Demokratike e Kosovës ka zyrtarizuar koalicionin me listën Familja. Çka thot ky koalicion e figura të tjera të cilat janë bashkuar partisë, me kë nuk do të bashkëpunojnë e çfarë presin nga zgjedhjet, i flasim në pjesën e parë bashk me Hisen Berishën nga PDK. Zotër Berisha, nëse vë më dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju. Tashmë, kur prej nesër mbesin fiks një muaj nga data e zgjedhjeve, partitë kanë filluar që t'i bëjnë kalkulimet e tyre, po besoj, me koalicionet të cilat po e shohim, aderimet të cilat po bëhen publike dita ditës. Po më dëgjon? Po më dëgjoj të unali diçka. E qartë. Po them se tashmë keni vrej që ka filluar ndoshta me intensitet më të lartë që partitë politike ti intensifikojnë takimet me persona ndryshëm për të sjellë prurje të reja brenda partive në mënyrë që edhe rezultati zgjedhor po besoj të jetë më mirë. Si keni parë ju këto? Ani me qenë se ju fillu të misionin me një kronik nga dita ushtrisë, unë e vi prej aty, më lejoni që në parti përshëndes dhe të juroj gjithë ushtarakët e forcës sigurisë Kosovës. Dita forcës është një ditë e veçantë, cila është sublimimi gjithë atyre përpjekjeve tona kombëtare në kërkim të autenticitetit tonë dhe identitetit tonë kombëtar, qoftë në data të 7-28 apo më herët në ditën e kongresit monarkive të tjera që ishin partë të përpjekjeve tona për identitet dhe kështu që i uroj të gjithë karakterit në forcë. Sa i përket koalicioneve, po tani është trend, është proces normal i gjitha subjekteve, liderëve që duan unifikimin e gjitha kapacitetet politike të vendit për të çuar procesat përpara, për të çuar përpara objektivat partijake dhe programore. Partia Demokratike nuk bën me pasti se është parti që kërkon të unifikojë sa më shumë spektrin politik. Misioni ynë historik demokratike ka qenë gjithmonë bashkimi, sa herë janë sfiduar vlerat e kombit dje për shkak për mikrofonin në luftë, apo sot kur se duan sfiduar vlerat e shtetit. Secili individ që është përfolur këtë ditë apo edhe subjekt politik mund t'i bashkojë, mund t'i parafroj me Partinë Demokratike vlerat apo përbajtja programore që nënkupton vlerat të cilat këto programe i promovojnë. Kjo nuk do të thotë parafrojmë tërë gamën e përbajtjes programore, por mund të jenë segmente të caktuara, siç është rasti i subjektit të ri politik që ju e theksuat një metë, që kuptohet i ka të ndoshta i segmenti veçantë që lidhet me vlerat konservatore të një subjekti apo një shoqërie, e këtu hinë edhe shtyllat kryesore që përkthejnë spektrin e djathtë politik dhe konservator që janë besimin në Zot, në vlerat e familjes, në pronë dhe në ligje dhe kushtetutë. Unë mendoj se këto janë ato shtyllat kryesore që promovojnë edhe vlerat tona kombëtare që duhet ku rangohen pastaj edhe ushtarake që rangohen deri që t'jetë çdo punë dhe angazhim që bën për shtetin tonë, për fshirë dhe luftën, detyra dhe përkushtimin që ke ndaj këtyre vlerat dhe lojaliteti apo besnikëria ndaj kushtetutës kombit të atë. Pastaj integriteti që është esencial, do mendoj se këta persona mund ta gjejnë veten në kuadër të Partisë Demokratike, duke shpasur edhe guximin politik, profesional dhe personal për hyrje. Po, Berisha, si mendon se pikërisht ky koalicion, pra bashkë me listën Familja, do e ndikoj rezultatin e zgjedhjeve ndoshta më pas, ose si edhe do të pritet nga elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës? Shqipe, problemi nuk është se sa do ndikoj ky subjekt apo individ që hyn në një subjekt, por sa përputhen shtyllat programore mbi të cilat ata ndërtojnë identitetin politik. Unë thash se është një segment vlerat brenda këtij grupimi politik që përputhet me vlerat konservatore, ku i përmenda 4 shtyllat kryesore. Bedri Hamza është një lider i unitetit. Domethënë, krahas kësaj është një histori suksesi. Sa i përket komplet
procesit të shtetëndërtimit të Kosovës që nga pavarësia deri në ditën e sotme, po edhe në periudhën e luftës. Dhe unë e pres se ky të jetë një person që do t'i parafroj, se kjo është edhe vetia udhëheqësit të mirë. Kur të enelanin dhe energjinë e gjithë potencialit politik vendor dhe brenda partisë, por edhe vendor në përgjithësi, është gjendje të orientojnë në drejtim në shtyrë përpara të kaosës së tij programore për partijoke dhe politike kombëtare normal. Edhe ardha e zotit Ladrum, si po ashtu është një bashkim aty ku takon në trumbën e vlerat që përvazhdon për Partia Demokratike, dhe ajo që unë e pres një ardhe me një sistem, me një peshë edhe më të madhe në procesin politik, të unifikimit faktorit politik dhe programor, është edhe bisedimet dhe bashkërendimi i opsioneve politike me zotin Limaj, i cili hyn ndër figura themeltare të Partisë Demokratike, të cilat në një periudhë procesit kanë menduar ta intensifikuar veprimin politik në një filozofi ndryshe, por që sot po shihet se për shkak të sfidave me të cilat po përballet shteti dhe identiteti shtetëror e ardhmja në gjitha aspektet, është nevojshme të parafrohen ashtu siç dikur kanë ditur vetë zoti Limaj, Hashim Thaçi, Kadri Besleti, Bedri Hamza e të gjithë të tjerët të afrohen dhe ta fuqizojnë borstin politik me cilin do operon Partia Demokratike në procesin ndërtimit të shtetit, aspektin ekonomik, infrastrukturë, sigurisë, mbrojtjes, por edhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomatike. Kështu që unë pres që tjetë edhe kjo një ardhje shumë e fuqishme, një bashkëveprim në koalicion programor për të çuar përpara kauzat të cilat i mbron Partia Demokratike. Po, Berisha, në anën tjetër, ajo çfarë u komentua dje shumë edhe bëri bujnë fakt në opinionin publik është edhe njoftimi se Memli Krasniqi, ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk do të marrë direkt pjesë në këto zgjedhje, pasi nuk do kandidoj as për pozitën e deputetit. Si e pati ju këtë? Tani, mendoj se unë e kam thënë edhe në momentin kur ai dha dorëshën nga drejtimi i partisë, se është një moment kur leadership, kur njerëzit duhet ta vlerësojnë se sa mund të japin dhe në çfarë mund të japin qoftë në një proces politik apo kudo që ata angazhohen në gabimin e tyre profesional. Organizimi dhe pse ka ardhur deri te ky pozicionim drejtuar pra shtabin, mendoj se është një detyrë me shumë përgjegjësi, me shumë konsekrencë dhe besoj se do ta kryej për shkak të eksperiencës së gjatë në procesin politik dhe zhvillimet elektorale të Partisë Demokratike po në nivel të Kosovës. Kryetari i partisë tani ka besuar të pozicion dhe pres të ta kryej me korrektësi, ashtu siç të duhet të pritej. Mirë, po për te i kësaj mendoj se kemi të bëjmë me një pjekuri politike të një personi që ka kaluar gjatë në procese politike dhe me siguri se ka marrë përsipër me seriozitetin më të madh për shkak të misionit që i kanë bërë gjitha forcat politike që janë shtet ndërtuese dhe kanë rrugtuar përbashkë me historinë e ndërtimit të shtetit përballë kësaj sfide që është krijuar sot për shkak të stërkesës qeverisë apo tërkesës qeverisë që është aplikuar për këto 5 vite të zotit Kurti, edhe që Kosova si rezultat sot është një vend i izoluar nga gjithë aleatët tonë, për Bashkimin Evropian e me thekë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është identifikuar si person i pa denj, i pa besueshëm, jo kredibil, i pa përshtatshëm, për çur për proceset përpara qoftin në ato të gjithë strategjisë amerikane janë, qoftin të interesave kombëtare të Kosovës, të cilat tashmë janë demoluar dhe janë shkatruar në masë të madhe për shkak se edhe vetë shteti ka kaluar në një lloj defunksionaliteti dhe delegjitimimi institucional. Dhe këtu mendoj se për shkak të seriozitetit që do të kemi proces politik, zoti Krasniqi ka marrë misionin që ta udhëheqë procesin elektoral, edhe të lidhej për kandidat për kryeministër, por edhe procesin elektoral. Qartë. Ajo çfarë të kthehemi edhe një herë tek koalicionet, tek bashkëpunimet, marrëveshjet me partitë e tjera politike për t'ju futur garës në këto zgjedhje. Po besoj që Partia Demokratike e Kosovës është e hapur edhe për partitë të tjera në rast se gjendet një gjuhë e përbashkët mes tyre, apo jo? Po Partia Demokratike, ne kemi qenë juve e mani mend kur Partia Demokratike s'ka pas vjet kuqe. Nëse ne vemi vijat kuqe një subjekti, ai subjekt do të jetë anti-shtetëror, anti-kushtetues dhe s'mund të jetë pjesë e sistemit politik të shtetëror të Kosovës. Prandaj edhe nuk kemi vijat kuqe me parti që janë në sistem politik. Pra, çështja e dallimeve është çështje programore. Programi i gjatë
e ka synim, po mundohem shkurtimisht të vrapoj në për te, zhduke njerë për gjithmonë të varfrisë. Sot në Kosovë, sipas deklaratës kryeministit në ftuar të kuvendit, dikun 420.000 njerëz marrin ndihmë sociale. Kjo janë 420.000 njerëz. E në kur e ka marrë pushtetin i ka pas dikun 60.000 të tillë që kanë marrë ndihmë sociale. Përmburët me 13 asaj kuzhina publike për popullor për ushqim. Këto nuk janë përmburje. Këto janë merrem social. Prandaj prioritet do të jetë zhdukja varfërisë, do të aplikuar politika të gjata të mbështetjes së njerëzve të punojnë. E jetë të jetojnë si nomad në ndihma sociale, sepse kjo është jetesë e varfër. Pastaj duhet me ulë këto kategori sociale në zbrit numrin dhe të krijohen hapësira punësimi për të gjithë. Pastaj zhvillim i integruar ekonomik që nënkupton hapjen rrugës së investimeve nga jashtë, kapitalit të jashtëm, qoftë aty shqiptar apo edhe thuaj kur kanë kuptimin shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe që sot kanë pengesa ndërshme për të investuar në Kosovë, nuk kanë një përkrahje qeveritare të dur. Pastaj në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes që është një sektor të jetë i ndjeshëm dhe i thelmueshëm dhe duhet përgatitur forcën, po edhe politikisht qeveria edhe forcën për integrimin në ato që është një hap imediat për të garantuar sigurinë kolektive në këtë situatë gjeostrategjike, geopolitike që është e thelmueshme për nga pretendimeve të ruse që i ke pas linjet mesme apo treve në ballkonit drejt Atlantikut. Pastaj në fushën diplomatisë, rikuperimin e situatës me Bashkimin Evropian, përheqjet masa dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si aleati garantuesi vetë ekzistencës tonë. Pra, këto janë objektiva që unë mendoj se secilin nga subjektet politik apo edhe individet që posedojnë kualitete profesionale dhe politike e bën të përshtatshëm dhe të afrueshëm me Partinë Demokratike. Po. E përmendet edhe vetë zotri Berisha se PDK-ja nuk është se ka pasur vija të kuqe, ose të paktën është munduar të mos ketë vija të kuqe me asnjërin prej partive. Në këto zgjedhje, ka vija të kuqe me dikë, se ka ndonjë parti të cilën e sheh më pak të preferueshme për bashkëpunim? Nuk ka vija të kuqe, por ajo që nuk e parafron në asnjë aspekt është lëvizja vetëvendosje dhe vetë çdo dikur ti personalisht në krye të lëvizjes vetëvendosje. Thonë pse? Sepse është personi që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë deklaruar të papërshtatshëm, të pabesueshëm për të përuar tutje. Prandaj, edhe ky individ që zgjati, partitë opozitore të vetëdijshme se nuk guxon të shkelet mbi kornizat që vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Mos harroni, është pezulluar dialogu strategjik. Këto janë sanksione në fushat kyçe të zhvillimit të shtetit. Prandaj edhe nuk ka mundësi që të bëhet kur farë parafrimi politik për bashkërisje me këtë subjekt. Kjo nuk është vije kuqe, sepse vija kuqe do të thotë ky heqet nga sistemi politik. Kjo është dashur ndodh atëherë kur ka kryer veprime dhe akte terroriste ndaj institucioneve dhe individëve dhe barazët të pushtetit. Nuk ka ndodhur. Tani kjo është në sistem politik, vetëm gjë që mund ta bëjmë është të respektojmë qendrimin amerikan. Mos ta harrojmë një herë mirë. Do t'i kurti dhe lëvizja ti politike, mënyra se si ka qeverisë deri më tani. Ndeshjet që ka krijuar në raportet ndërkombëtare e kanë sjellë Kosovën në atë pozitë dhe ky vetveten, sa sot ky është mes Kiles dhe Karibës. Çka i vjen kjo? Ky është mes sponsorëve të tij politik që në forma të ndryshme e kanë mbështetur për të ardhur në qeverisje dhe që kanë qëndrim dashakesë ndaj shtetit Kosovë dhe kanë qenë në dezorganizim kushtetues të vendit me objektivet që ka marrë marrëveshjet e fundit 2023. Dhe në anën tjetër i ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës që faktikisht e kanë non grata në hershtje dhe në listën e zezë amerikane. Kjo është çështje e mosfyrës së integritetit të shtetit dhe integritetit që vajnë ndër këto pezull dhe po duan me shëru si situatën me zgjedhje demokratike dhe sjelljen e forcave të reja në qeverisje. Berisha, unë plan kisha që ty pyesja se cili është shëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës karshi lëvizjes vetëvendosje, megjithatë ju përgjigjet në pyetjen paraprake pikërisht për atë se çfarë unë doja të dija, them kështu pasi me ndrimin e leadershipit të Partisë Demokratike të Kosovës u duk deri diku sikur u tensionua situata edhe raporti mes dy partive, sepse pom që kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e uroi me njëherë Hamzën për pozitën që mori, e më pas edhe ky i fundit tha se nuk ka vija të kuqe me lëvizjen vetëvendosje dhe u duk disi sikur raportet edhe u rregulluan. Megjithatë qëndrimi mbetet i njëjtë, masa po arrit të kuptoj, apo jo?
Shive, ne do të respektojmë për pikë me një përmbajtjen programore dhe objektivat programore të Partisë Demokratike, të cilat po t'i vëmë në krahasim, komparacion me prospektet programore të lëvizjes së vendosur dhe konceptin qeverisës të Albin Kurtit, i cili ka një koncept të majtë, i cili më shumë bazohet në propagandë dhe e mban pushtetin përmes propagandës, pra duke krijuar njerëz që rilindasit tanë, shkrimtarët tanë i kanë qujtë derë të knaqur. Nuk mund të jeton ky popull me ndihma sociale dhe në cilësinë e derë të knaqur, që e jep 100 euro në fund vitit studentit, që e shton 10 euro lehonës atje për fëmijë, po të lutem, dylfyre më të madhe të dilitetit të një nane, që rrin një djalë një vajzë, që rrin një luftare, një polis, një ushtar, një arsimtar, të ardhëm, një ministër, një deputet, me krahasu këtë subvencionim, ta zonë me një, të më falin nonat tona, po një lojë kur linë një rysht t'jepin 150 euro subvencionim. Për mi marrë një që janë këtu për prajnë norma t'jep 50 euro. Një dele kër e bën 125 euro, një nonën mundohet me fy, duke i thonë ta kom rrit 50 euro, ta kom bën 20 euro, nëse e lidh një fy, pa kjo është fyrje. Nuk bën, ose mere kategorinë e veteranëve të luftës, dhe kategoritë e luftës në përgjithësi, janë vetëm që janë përjashtuar nga ligji i pagës. Pa ka fyrje më të madhe sot se familjes dëshmorët ende i vënë çmime për dëshmorën e parë, për dëshmorën e dytë, për dëshmorën e tretë. Ku ka nënë që bën dallim çmimu në fëmijët e vet. Pra këto janë fyrje dhe këto janë metoda udhëhese tipike majtise dhe shqipe. Është në cilësinë e tyre. Varfroje qytetarin, pastaj më lehtë e kontrollon. Ose këta aq shumë e dojnë shtresën e varfër, ju keni pasë, gjithë gojën e kanë në shtresën e varfër, sikur kanë një krijojnë ëndra, sikur kanë një përmirësu jetën. E çfarë bëjnë? Në emër të kësaj dashurie ndaj të varfërve, këta kanë rrit numrin e të varfërve. E ka marrë me 60.000 njerëz që kanë marrë ndihmë sociale, sot burrën filtrohet kuvendit që ka kap 400 mijë. Edhe burrët se çfarë po bëjnë. Po si rregullohet jeta një studenti pse jep 100 euro një herë në fund vitit, ose një pensioner që jashton 20 euro. Pra, këto janë metoda politike që nuk përputhen fare me konceptin qeverisë së Partisë Demokratike, e cila mbron vlera konservatore me koncept të djathtë në administrimin e taksës dhe pasurisë të qytetarëve. Unë mendoj kemi një hendek të madh dhe vetëm këtë aspekt nuk e shoh për afrimin. Pastaj, dikush që pretendon për afrohet me lëvizjen vetëvendosin, pas gjithë atyre akuzave për 20 vjeçarin e shkatrimit, pas raportit amerikan, merrni vesh raportin amerikan, që vlerëson demokracinë në vende të ndryshme. Dhe shqipshme kur angohet Kosova me korrupsion serioz në shtet, me dhunim të sistemit drejtësisë, me dhunim të lirisë të medias dhe shprehjes dhe gazetarëve, me frikësim, me komisar politik në administratë shtetërore në shërbim publik, të cilët duhet të ruhen nga komisarët kur po fotografohen si po incizohen. Pra këto janë metoda tipike komuniste që nuk mund të vazhdojnë me tutje në Kosovë, e as me pak alongside ose në një partneritet me Partinë Demokratike. Dhe gjithë spektrin e geopolitik. E qartë. Berisha, të kthehemi edhe një herë tek zgjedhjet, tek rezultati, tek ajo se çfarë presim, qytetarët do ta dhënë fjalën e tyre përmes votës, marr parasysh gjithë skenën politike, mund të themi qartë se qytetarët pa dallim me gjitha partitë politike edhe janë të dëshpëruar për shkak të situatës së krijuar gjatë këtyre muajve të fundit, e pothuajse që është një vit i humbur pa institucione funksionale me 10 marrëveshje të cilat kanë mbetur pezull e që krejnë fund të ditës po pësojnë qytetarët. Mendon se pikërisht ky zhgënjem mund të reflektoj edhe në daljen në zgjedhje? Tani, ju e pa se në seancën e fundit filloi edhe fshata elektorale. Ai doli me atë dëshpërimin gjëja se po humbin milionat për shkak të opozicës ka votuar. Shife, marrëveshjet ndërkombëtare në votuar në legislaturën e kaluar. Të gjitha marrëveshjet që nevojiten për sjell ato buxhetin në Kosovë. Bashkimi Evropian, ishte përfaqësuesi i Bashkimit Evropian këto ditë, javën e kaluar duket. Dhe tha prerë se masat hiqen kur të bëhet kalimi, nëse mund mi parafrazu, kalimi i pushtetit në mënyrë demokratike për veriut pjesë. Tani, çështja është atje kalimi i pushtetit po ndodh përmes procesit elektoral. Por pyetja shtrohet, çka fitoi Kosova me këto 5 vite pseudo-patriotizëm edhe ato estradat në përgjithësi. Përveç izolimit Bashkimit Evropian dhe izolimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si mund të heqen këto masa? Kur nuk ki me pas mo kalim normal të pushtetit, sepse atë kanë filluar zgjedhjet. Pra, cili është rezultati i këtë asaj parade demokratike edhe patriotike që mundoi të bëjë në veri me ato skenar. Të gjitha pra mund kanë qenë skenar. Dhe hetimi do të nxjerr, jo rastisht do të angazhohet FBI, vetëm për ta mbuluar turpin e kësaj qeverie, që të mundon të ta rrestë patriotizmin. Berisha,
masat e veta me këtë firma. E fundit, ju thatë se si do të, me çfarë do ta ngrish votën e tjera. Ju po shihni tash luftën për diasporën. Dhe data e zgjedhjeve është ju rastësisht pikërisht. Në një momentum kur ti edhe partnerët ndërkombëtar që duhet mbikëqyrin, o dirin ose ben, që duhet mbikëqyrin në proceset zgjedhore janë në pushim. Pra, kjo nuk është rastësisht me ky destruktivitet në vendimmarrje edhe presidentes, e cila duhet të shërbejë Kurdit në çdo dimension të tij. Po pse diaspora është në Kosovë gjatë asaj kohe, kjo është mjaft mirë, sepse ju jep mundësi që fare lehtë ta kryen obligimin e tyre. Kjo është shumë mirë dhe unë bilejon koni mendimit që diaspora gjithmonë ka drejt me votu. Por në mes se votohet një 4 vite, diasporat vinë të votojnë vendin e vet. E jo që manipulohet vota me posta që krijohen shpenzime të panevojshme. Sa i duhet një familje të madhe diasporë me pagu postë për votën me postë, me as para vjen edhe në Kosovë. Një herë në 4 vjet nuk do të ishte tragjedi. Pra është mirë të votoj këtu. Dhe ky ligj do të na shpëtonte pastaj jo vetëm nga kjo votë që është mirë me ndodhur këtu. Por mos harroni se kjo votë po jep drejt edhe një komuniteti serb që qëndron në Serbi, e që në bazë kushtetutës që thotë në çdo serb që në janar vitit 98 ka qenë në Kosovë, ka drejt në status shtetësisë që do të thotë edhe në votë. E mos harrojmë se janë diku 230.000 kolonë që i ka sjellë në atë regjimi Miloševićit nga Bosna dhe Kroacia në vendosën për territorin e Kosovës me tekst të vazhdim. E sot pra në bazë kushtetutës dhe kanë drejt vote. Ky ligj ja u mundson edhe aty me votu brenda Serbisë për Kosovën ose në qendrat të caktuara për votim. Prandaj unë jam për diasporë të votoj, por vinë votojnë Kosovë që të abstrahojmë këtë kategori të komunitetit serb që nuk janë Kosovës e që me kushtetutë kanë dhënë drejt me votu. Edhe ky ligj ja u mundson edhe aty me votu brenda Serbisë për Kosovë. Pra, kjo është arsyeja pse pas kërkuarve u keq kuptova. Por çfarë kanë bërë për diasporën këtë qeveri? A ka fyre më të madhe se mi thon diasporës ti kanë vek 15 herë sigurim në kufi. Por aty ju bojnë 100 herë veç me aplikuar me shkruar ato 15 herë. Megjithatë një përkrahje të madhe kanë pasur në zgjedhjet e fundit nga diaspora. Ka nevojë për një infrastrukturë rrugore që mos të shkatrojë makinat kur vinë pe gropave e pe infrastrukturës dëmtuar në të gjitha anët e Kosovës. Po Berisha në anën tjetër një përkrahje të madhe kanë pasur në zgjedhjet e fundit lëvizjave vendose pikërisht nga diaspora, që nëse e marrim edhe përkthejmë bie që nuk kanë qenë fort të pakënaqur me ato çfarë kanë bërë. Apo jo? Si mund ta lexojmë? Propaganda dhe dezinformimi mundet me i mbajt njerëzit pen kështu siç po arrim me i mbajt. Shqipe, lexoni pak të regjimet diktatoriale. Përmes propagandës, imagjino Korea mendon se ka fituar mondialin, kampionatin botror të futbollit. Korea e Veriut sot. Apo kupton, kjo është logjika moniste dhe komuniste e udhëheqjes. Koreanët Veriut duhet se kanë fitu kampionatin botror. Në Shqipëri kanë menduar se unë kur ka ardhur në vitin 90 mos po në Kosovë, ai ka pru buk ministri, e buk zez gruni, ka menduar se na s'kem buk në hangër. Kjo është propaganda. E po flas për vitin 90, llogaritë sot kur mekanizmi i propagandës dhe Albin Kurti ka ndërtuar një qendër propagande, 26 milion euro kanë investuar vetëm në qendër informative që i menaxhon bordët komitetet dhe Jona Mihajlov. Nën gata e vitit 2014 në Kosovë. Që sot udhëheq po kërkej politikat e shtetit. Prandaj unë nuk e dhe faj për se janë viktima të propagandës. Mirë po le të thonë diaspora një benefit që e kanë kur vinë në Kosovë. Mbetet për të parë. Nëse o kriju një sektor në për komuna që merret me ta për atë muj sa rrej këtu dhe ju kryjnë punë me procedura të shkurta, sepse ata s'kanë komentaj 3 muj këtu për një letër katastrit ka letër gjendës civile. Dëshojmë Berisha se mbetet për të parë, pra kanë mbetur fiks nga nesër edhe një muaj nga data e zgjedhjeve dhe gjitha këto do i shohim pas një muaji se cila prej partive do e merr më shumë besimin e diasporës edhe të qytetarëve të Kosovës. Edhe po. Është më rëndësi thuhet vetëm diçka. Po. Në zgjedhjet e shkurtit 21 ishte 50.08%. 51%. Në zgjedhjet e shkurtit të këtij viti që iku, që po i ka pas 42%. Kur para zgjedhjeve unë kam thonë se të gjitha partitë do të kthehen në bazën në votat themeltare të tyre. Për shembull, PDK e ka 29.93. Kjo është vota themeluese e PDK-s kur ka dalë më së pari politik. LDK-ja ka oscilu, por është 24-26. Dhe vendosja ka qenë të 16% gjithmonë. Këja dihet. Tani, kur ndodhen zgjedhjet e shkurtit, unë kam thënë në televizionin tuaj. Dhe duket ka qenë një emision i orëve më të vona, kam thonë më shënim. Dhe vendosja
për ka disa përshkrimje të tjera, kam thonë se do të bie në 22 deri 26%. Sot merr në 42%, i bën 48 deputet. 6 deri 7 janë guxon, 1 është zonja Kosari. Heqë 17 deputet i bën, heqë 8 deputet i bën 17%. Që do të thotë është në 25%. Pra është një trend rëndje. Pas këtij përkështimi të jetës sociale ekonomike në vend, infrastrukturës, diplomatike, marrëdhënie ndërkombëtare, izolimit, marrëveshjet detyrueshme që kanë me kriju 1/3 e territorit autonomisë serbe, statutit që ka pranuar. Fakti që sot në Kosovën e lirë dhe demokratike kanë ikur nga vendi 560.000 qytetarë, po thuajse 80% me kualifikim universitare. E që janë më shumë se sa ikjet që kanë shkaktuar programet e Serbisë nga Garashanini, Qumërlloviçi, deri te Çuçiçi, Vllazoniçi, janë 520.000 shqiptarë. Pra më shumë kanë ikur tani deri nga shkatrimi i jetës që u kanë bërë kjo kategori qeverisë dhe nuk ju kanon asnjë shpresë tjetër veç me marrë diplom, me mësuni gjuhë në Ligj Albani. Prandaj unë mendoj se do të kurti do ta penalizojnë votat qytetarë. Berisha, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e mesditës edhe diskutuam pikërisht për zgjedhjet e që tashmë janë në fokus të gjithëve. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju, urime të gjithëve festat të nëntorit, lavdigjet dhe shmorët. Shumë faleminderit. Ndërkaq edicionin e mesditës